revolucionar, një parafiturim epik. Aty në sheshin televiziv të algoritmit, fillon refreni, Edi Rama ka marru. Mi po puna është që ikën mbrëmja dhe vjen mëngjesi. Aty s'ka njeri, sepse sheshi i xhirimeve hapet në mbrëmje. Ndërkohë që unë jam këtu, ne jemi këtu. E nesërmja vjen, pastaj vjen një mbrëmje tjetër, dhe një nesërmje tjetër, vitet ikin, profecia vazhdon. Sepse edhe po s'u bëhet vërtet, bëhet virale, dhe ja ku jemi sot. Për dekada me radhë kemi luftuar për lirinë e shprehjes me drejt. Pa të s'ka demokraci, pa të s'ka opozit, pa të nuk ka qytetar të lirë, po ka vetëm një ferr social. Po ndërkohë pothuajse pa e kuptuar kemi hyrë në një ferr tjetër social. Në një epokë ku problemi nuk është bë mungesa e lirisë shprehjes. Problemi është pakufishmëria e lirisë së shpërndarjes. Jo të zvërtetës, të gënjeshtrës. Sepse sot s'ka më nevojë të censurosh faktet, mjafton t'i mbysësh. Nuk ka nevojë t'i ndalosh, mjafton t'i fundosësh në një oqean trillimesh. Dhe me të drejtën që t'jep zemrimin nda një roje sigurie, që të rreq zvarr një protestues, të krijosh një ciklon për të kërkuar vdekjen e të gjithë tradhtarëve. Në fundit çfarë rëndësie ka nëse një fakt është i lirë të flas, kur është i rrethuar nga 1 milion gënjeshtra. Kush dëgjohet më shumë? Nëse ti aty i lirë të thuash të vërtetën dhe ndërkohë një kor vërtet një gënjeshtër në çdo fjalë që ti thua. Dhe kjo është një situatë e re e kohës tonë ku fakti dhe gënjeshtra janë thjesht dhe vetëm dy njësi. Të mënyrës se si funksionon algoritmi, që nuk pyet kush ka drejt, po pyet vetëm kush e merr peng më gjatë vëmendjen. Dhe ati i jep shtys. Tjetrit i ul shpërndarjen.